Për ta mbyllur, nuk lidhet me Fatos Nano, por nuk mund të rri pa ta bërë këtë pyetje, ke pasur një debat të kohët e fundit me Bexhet Pacolli. Jo, s'kam pas debat, ai ka pas debat me mua. Po jo, se ti ke bërë pastaj atë statusin, Kornakun 2 herë ta kam shkelur me dikë tjetër, në hotel kam paguar çdo herë, hallet i ke nga ata që të kanë përdorur avionin si taksi. Ai mua ka sulmuar mbas një interviste që dash unë te Çani dhe tha se prisja nga ty zoti Kulla etj. Ka nga buk shtëpinë time dhe nga vëllezërit. Është vërtet që unë kam qenë në shtëpinë e tij 2 herë, por kam shoqëruar dikë tjetër, nuk kam qenë unë i ftuari. Është vërtet që unë kam një marrëdhënie të mirë dhe kam respekt për 2-3 nga vëllezërit dhe kushërinjtë e tij që unë i njoh, përfshi këtu Selimin që ka qenë në UÇK, Afrimin që është një zotni burr etj. Dhe është vërtet që unë edhe me Bexhetin kam pirë kafe disa herë etj. Po kjo gjë nuk më bën mua që kur të më pyesësh për një argument, unë të mos them mendimin tim. Dhe me që ai përmendi Bukën dhe Kornakun, unë i thash, po zotni, është vërtet që unë kam qenë, por nuk kam qenë unë, ke ftuar dikë tjetër, unë kam ardhur se shoqëroj atë dikë tjetër që sot është në hallë dhe në problemet e veta. Dhe me që ma përmendi Bukën, atëherë po të them që unë sa herë kam qenë në hotelin tënd, unë kam paguar, nuk ka ndonjëherë që ashtu, dhe kam bërë ato që ka bërë çdo qytetar dhe mirë kam bërë dhe do kthehem prapë te hoteli i tij, të shkoj atje se duhet të pranojmë këtë gjë që është vërtet një njerëz që ka hotelin më të mirë në Prishtinë, ndoshta më të mirë në Ballkan. Dhe problemet që ai ka sot me drejtsinë në Shqipëri nuk i ka për shkak të Ilir Kullës që ka mendimin e vet, po i ka për shkak të atyre që ai ka konsideruar miq, edhe njerëz të afërt me të cilët ai ka pas këto marrëdhënie, por mos kërkoj problemet që ka krijuar vetë tek unë që s'kam lidhje fare. Unë kam thënë opinionin tim. Ndoshta si ka pëlqyer. Ndoshta unë kam gabuar që kam thënë në shprehje ose në një frazë më shumë. Po kjo nuk ka lidhje fare me çështjen që ka të bëjë me aeroportin. Unë nuk kam një mendim timin për aeroportin. Për mendimin tim, këtu ka gabuar qeveria shqiptare sepse në një investim strategjik, qeveria shqiptare duhet preferonte për shembull një kompani për shembull nga Italia, aeroporti di Roma, ose aeroporti di Bari, ose nga Amerika, ose nga Gjermania, sepse janë ato investime strategjike. Dhe drejt e tyre kanë marrë vendimin e kanë zgjidhur me Pacollin edhe me atë ortakun e tij që ishte që unë se njoh, domethënë. Dhe tani kanë ato probleme që kanë, janë gjithë atje te dera e prokurorisë, kush më shumë e kush më pak, me sa pash atë ditën që ndroi jetë Fatosi kishte qenë në prokurori, po unë nuk i uroj asnjë të keqe, përkundrazi, unë vazhdoj të them që për mua ai është njeri me disa cilësi të mira, për sipërmarrësi dhe njeriu me vizion, por problemet që ka i ka. Edhe këto se zgjidh dot unë, po me që më përmendi ato ju përgjigja sepse e mbylla këtu argumentet, s'kam se personalizoj. Për ta mbyllur fare, po duhet ta mbyll me Fatos Nanon, se për atë të kam thirrur. Ju thatë që Nano ndroi jetë, vdiq, por nanoizmi jeton. Ore, edhe do të jetoj. Ku ka nanoizm sot në PS-n? Po s'po them për PS-n, nanoizmi jeton në shoqëri, sepse këtu ka partitë mbyllura në gjitha anët. Ta kam thënë edhe një herë këtu, Nano është njeriu që ka thënë 4 herë dorëheqje. Këtu nuk jep dorëheqje as presidenti i Federatës Shautit ping-pongut, jam më të qartë. Batutesh ka. Nuk jep dorëheqjen drejtuesi i Federatës së ping-pongut. Kështu që shpresa e të rinjve për të pasur një shoqëri demokratike, të moderne, liberale etj. Është pikërisht nanoizmi. Ai ndroi jetë, por nanoizmi do jetoj. Sepse ai e ka futur për të parë, ai e ka aplikuar si standarde dhe si metodë. Ta mbyll me këtë që nanoizmi do jetoj? Po sigurisht. Faleminderit Ilir që ishte. Faleminderit ty. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Uro Lançafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.